Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun sepse është krijuesi, mëshiruesi, falësi i ynë. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet e mirësi kërkojmë. U dërgojmë selam dhe selavatet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhelleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhelleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastër që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai është pa fije dyshimi Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti, mirësitë dhe begatit e Zotit xhelleshanuhu qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, synetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam në të gjitha poret e jetës, në të gjitha çështjet kudo dhe për çfarë do gjëje në të cilën gjindemi pranë zgjidhjes apo mosgjetjes së zgjidhjes për cilën do çështje, yrnek e marrim atë për të cilin Allahu xhelleshanuhu na tha se me të vërtet shembullin më të mirin e keni në Muhamedin alayhi salatu wassalam. Në vazhdim e spjegimeve, ligjëratave tona në lidhje me atë se ne duhet e kemi obligim që ta pasojmë pejgamberin ton alayhi salatu vesselam, ne sot do të mundohemi që të shohim mbi diçka e cila me të vërtet kajherë na ka qit para disa dilemave, para disa çështjeve shumë delikate që ka bën dhe po bën që njerëzit kanë herë me u distancue nga fetarizimi, me nejt në distancë prej njohurive edhe prej praktikimit të fesë, duke mendue se feja është e mirë, po është e rëndë me e majtë. Sepse kanë dalë dhe po dalin disa zona e disa individ të cilët ndoshta me qëllime dhe me njete të pastërta inshallah, por që vepra e tyre në praktik po del në të kundërt, sepse Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu në disa ajete në Kur'an dhe vetë pejgamberi alayhi salatu vesselam në disa porositë e tij na ka thirrë duke na thonë lehtësoni e mos vështërsoni. Pra ne nuk guxojmë asesi në emën të shtrëngimit, në emën të mojtjes gjallë, në emën të qenurit sa ma i fort në besim edhe sa ma praktikus i rrept edhe sa ma ofër pejgamberit edhe sa ma ofër Allahut, du të me konë ma i rrept, du të me konë ma i shtrëngut, du të me konë ma i vështirë. Jo. Qëllimi kryesor i dërgimit të kësaj feje dhe të gjitha librave të shpolluna të Zotit xhelleshanuhu në të gjitha kohrat dhe në të gjithë popujt e përmbyll me Kur'anin famë madh, ka qenë që të na i lehtësoj Zoti jetën neve në tokë. Jo të na i vështërsoj Zoti jetën në tokë. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu maksimen kryesore, çështjen kryesore për të cilën dhe mbi të cilën e ka thirrë njerëzimin, ka qenë një, me të cilën maksim kanë thirrë edhe pejgamberët edhe profetët para Muhamedit alayhi salatu vesselam, dhe ajo ka qenë wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Pra,
Adhurojeni Allahun dhe mos I shoqëroni atij asgjë në adhurim. Pra kjo është maksima, kjo është gjëja kryesore, kjo është temeli. Por, çka? Adhurojeni Allahun sa ma thjesht, sa ma lehtë, në mënyrë që adhurimi ndaj Allahut me na I thjeshtësu, me na I lehtësu, edhe me na I zgjidh çdo problematik, çdo çështje të pasgjidhur, çdo kompleks të cilin e kemi, me e zgjidh ne me besimin ton, me fen ton, me bindjen ton, me rregullat tona fetare islame, dhe jo me e komplikue çështjen e besimit deri në atë mos sa me e pru njerëzimin e sidomos ummetin islam para një vendimi fatkeqësisht shumë të rëndë dhe shumë jo real dhe shumë jo të drejtë, që munal edhe me mendu. A me besu, a me praktiku islamin edhe mu mbyll nga shoqëria, edhe mu mbyll nga dynjoja, edhe me shkurërzu dynjon 7 herë, me shkurërzim përfundimtar, dhe me mbyll e me umor vetëm me besimin edhe vetëm me ahiretin, duke e llogaritë se kështu jemi më të ngritur dhe më afër Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu. Dhe kjo tezë, ky mendim, kjo çështje ka bon dome të rënda në ummet, në shoqëri, edhe në shoqëri tona ndoshta. Sepse kanë ardhur njerëzit deri te ai mendimi se feja e mirë, por e rëndë me e mojtë dhe me e praktiku. Që në realitet nuk është kështu. Në realitet është e kundërta. Feja edhe është e mirë, edhe është e lehtë, edhe ka ardhur me lehtësu jetën e njeriut, edhe nuk ka leju asnjëse, asnjëherë, në asnjë vend, në asnjë kohë dhe në asnjë mënyrë vështërsimin e jetës së njeriut. Dhe çdo herë kur është tentue mu vështërsu jeta, Allahu Gjellëshanuhu ka intervenue me pejgamber edhe me shpollje që ta lehtësoj jetën e njeriut. Dhe edhe gjatë kohës sa ka qenë gjollë Resulullahi alayhi salatu vesselam, so herë që ka po tendenca të tilla për ta vështërsu çështjen, ai gjithmonë ka bë këshilla dhe vërejtje që mos të vështërsohet, lehtësohet. Dhe tregohet një tregim atje kur takohet me një grua pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe e pyet. Thot, kush je ti? Thot, kush është Allahu për ty? Ku është Zoti për ty? Ajo i thot, fi sama. Allahu është lart mbi qiell. Çka i thot pejgamberi alayhi salatu vesselam shokëve? Thot, lirone, lëshone, lene, se kjo koka besimtare. Me një fjalë. Me një fjalë e meritoj lirin për krohjen mbështetjen e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Me na morë neve sot edhe me na pyet se a janë besimtarë ata të cilët thojnë Allahu është një, s'ka zot tjetër përveç tina, po i kanë do mëkate, i kanë do lëshime, i kanë do gabime, se e ke pona që jemi kapak praktikues të fesë, ne e praktikojmë islamin sikur na jemi super të pagabushëm. Sikur na jemi
engjujt Zotit xhalleshanuhu. Sikur na ja kalojmë edhe sahabëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe ata tjerët ja u bojmë me gisht, këta të devijumit, këta xhehenemlit, këta slom etiket pa ju ngjitë dhe pa i etiketue. Jo, pasha Allahun, thujnë shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam, sa herë ka zbrit një ajet apo një sure, ashtu që shka ardhë Kurani, herë një ajet, herë disa ajete, herë një sure e tërë, Muhamedit alayhi salam, e thot na ka ftu dhe na ka tregu se ka ardhë filon ajeti, ka ardhë filon surja, ka zbrit kështu, thot ka e kena ndëgjue na atë sure, se cili prej neve, thujnë sahabët e pejgamberit alayhi salam, thot se cili prej neve e kemi ullë kryt në tokë dhe kemi thonë tokës qilu, të hina, se kena menue që qaja jetë, qajo vrejtje, qajo këshil, pas ka zbrit për muë. Pra kështu e kanë kuptu Islamin, kështu e kanë kuptu këshilen, vrejtjen, sahabët e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Jo me gisht për të tjerëve, jo mi përqesht të tjerët, po kanë bo me gisht për i vetës. I janë drejtu vetës së vetë. Pra, thjeshtësimi edhe lehtësimi i besimit edhe islamit edhe i jetës së muslimonit është parimi kryesor. Edhe ndoshta njona prej qëllimeve kryesore të ardhjes së Islamit edhe të Kur'anit edhe të Muhammed Mustafas alayhi salatu vesselam ka qenë edhe është lehtësimi i jetës së besimtarëve dhe i jetës së njerëzve. Sepse tregohet një tregim atje, kalon nëpër një treg një dietar i kohës dhe njerëzit të dhonun mas dijes, mas respektit të dietarëve, të bohen bëja gëshum, nxënëse, djemtrije, njerëzit të i shkum ropa, dhe të kalu në për një treg, për një pazar, një non, po shet aty gjësendet e veta, edhe kalon ai dietari, kjo nona nuk po livrit hiç, po i kryn ato punë të veta aty për sulti, dhe i boni shumë për shtypje, madje pak e iritoj, e nervozoj njonin prej atyne që i shkonin për mas ati dietarit, dhe ju afrua soj gruas dhe i tha, oj non, qështa nuk livrite heq prej venit, a dite tha kush kaloj, kush ke me neve? Tha, kalzëm, birë jam, tha, se unë jam i interesum, mju bonder dietarve, mju bonder ulemove. Tha, po ke filon dietari i cili ka prue për mi 100 argumente edhe dëshmi në librat e tina për ekzistimin e Allahut xhalleshanuhu. Ai tha nona, tha, po ky pas ka pos 100 dyshime për ekzistimin e Zotit, e ju pas ka ndosht mi prue 100 argumente për mi hek ato dyshimet e veta. Thonë nuk e kam asnjë dyshim në ekzistimin e Allahut xhalleshanuhu. Thonë besoj Allahun xhalleshanuhu pa pru asnjë argument, pa pru asnjë dëshmi. Pa çka që thjesht është çështja e besimit, çka që thjesht është çështja e Islamit, çka që thjesht pa e komplikue, pa e bo shumë të komplikume, pa e bo shumë të rëndë, pa e rëndue shumë, sepse nuk ka nevojë, nuk kemi dëshmi, nuk kemi argument për të rëndu edhe për t'i bo muslimanet, për t'i ndonë dësh, edhe për të mendu ata se nëse dojna me konë musliman sinqert, vërtet, devotshëm, tamam, që shdohet, që shlyp Islami, do të mundo prej jetës, do të mundo prej argëtimit, do të mundo prej shoqërisë, do të mundo prej çdo gjëje, e më ju përkushtu vetëm Islamit, vetëm Kur'anit, vetëm Sunetit.
Madje mos më morë me leximin edhe trajtimin edhe studimin e asnjë shkence tjetër, po secili njeri nëse don me gjetë vërtetën tamam çysh duhet, sepse na I kemi qitë në dilemë njerëzit, ku është e vërteta, cila është e vërteta, ai të thonë kështu, ai tjetër të thonë ashtu. Hajde se cilit ju him librave dhe të studiojna, e t'i lom shkenca tjera, t'i lom gjona tjera, t'i lom studime tjera, e se cilit miremi me studimin e shkencave islame për me gjetë hakun edhe për me gjetë ma letë vërtetën. Jo, ne kemi obligim me ju përmbajt ulemave, dietarëve të vendit ton, shkollës juridike të vendit ton, edhe me ecë përpara. Qysh thojnë ulemaja jonë, shkolla juridike e jona, me besu, me agjeru, mu fal, me punu, me vepru, me studiu, me ecë përpara, qashtu na punojna, studiojna, falmi, adhurojna dhe ecëm përpara. Pa e kompliku situatën, pa e qitë musliman në dilemat të ndryshme, pa e përqoje ndo popullin edhe xhamatin në për dilema dhe në për interesa dhe në për gjona të ndryshme, sepse nuk kemi arsye dhe nuk kemi argumente. Sadakallahu l-azim.